të Trumpi apo jo. Që është një çështje. Nuk e mendon të lidhur në fakt dhe me. Ankaraja s'ka qenë kur s'ka qenë kur në të pikë pyetje. Ka pasur pyetje batja apo jo e Trumpit, po kur samiti? Pra, po thoja që nuk kemi pse hym diskutimit do mbahet apo s'do mbahet samiti i NATO-s për hall të Shqipërisë. Samiti i NATO-s në 2007 do shta nuk mbahet për çështje të debatit të madh mes buxhetit që ofrojnë vendet europiane. Por pse nuk është të lidhur me Edi Ramën? Sepse për shembull, këtu është folur ndërkohë gjatë kësaj kohe kemi një samit tjetër të rëndësishëm si ai i NATO-s, që është samiti i Arubës. Pra për një tjetër për nën tokën është më i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme kjo që po diskutonim, pra raporti i shkurtit i përpiluar nga vëzhgimi i shkurtit dhe nxjerr tani, është në një kontekst komplet tjetër. Në shkurt ishte vetëm Partia Demokratike që dilte në protest përballë qeverisë. Sot realiteti është ka dalur populli në protest përballë qeverisë. Nëse PD-ja kërkonte qeveri tranzitore deri në shkurt, tani është populli që ka dalë dhe kërkon qeveri tranzitore. Pra kjo kërkesë ka kontekst tjetër dhe bashkohen të dyja, pra ajo që kërkon raporti BE-s me këtë që kërkon publiku në Shqipëri. Prandaj merr më tepër vlerë kjo gjë. Dhe në këtë suaz kanë vlerë edhe ato diskutimet e sotme që bëheshin në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra atje diskutoi për krimin zgjedhor, që është, nëse mund të themi, dështimi më i madh i Spakut, i thënë që nga dita e parë. Edhe vetë Spaku e pranon që ka dështuar. Dhe çfarë bën për të ndryshuar? Thjesht bën teatr atje në sallën e parlamentit, sepse kërkon që me anë të teknikaliteteve, të ndryshimeve të vogla, të kodit procedurës penale, justifikoj alibin e tij. Nëse ka një mënyrë për të treguar se çfarë ka bërë Spaku, task force e gjithçka tjetër, mjafton shfaqjet ai 2 orëshi te qendra elektorale PS-s në 105 për të kuptuar manualin e dështimit të Spakut, që nuk ka asnjë arsye. Nuk është vetëm ajo. Vetëm një moment se sot pohimi nuk është vetëm kjo. Pohimi tjetër është impakti i krimit të organizuar në zgjedhje, pra, se është tjetër gjë të patronazhosh zgjedhjet dhe është tjetër gjë krimi organizuar me impakt në zgjedhje. Teknikalitetit që si ta quajmë patronazhistin, si t'ia vendosim akuzën penale, këto janë të gjitha mënyra për të shmangur problemet. Nëse Spaku, task force, prokuroria e përgjithshme, prokuroria e rrethave, do duan ta hetojnë atje, e kanë lumin e provave pafund për t'i gjetur. Por këtu është pastaj kapja. Ajo niste që me transferimin e palishëm bërja palë e prokurorisë me pushtetin, bërja palë e Spakut me pushtetin. Ky është problemi. Këtyre detajeve s'do ndryshojmë kodin e procedurës, ndryshojmë nenin e të ndryshojmë gjërat e tjera që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore. Thelbi është mënyra dhe vullneti i Spakut për të hetuar dhe për të paramenduar krimin zgjedhor. Jam shumë dakord. Ju vetëm një moment, po thoj Ilda se ndërhyrë 2 herë, të lutem. Jo, po bëja disa plotësime të Andit në atë